Pra, këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë bukur na i tregon në një hadith, po ashtu hadithi është i vërtet, ku Muhamedi alayhi salam ne i shembullon jetën e kësaj bote me një anije e cila lundron në det. Dhe atë se ndikon një gjest negativ i dikujt në shoqëri, ndikon, kthehet pasoja në shoqëri, jo vetëm taj individi, ne i shembullon me atë anijen, se në atë anije thot e cila lundron në det, ka disa njerëz, kanë hyp disa njerëz në katin e parë, e disa të tjerë kanë hyp në katin e dytë. Pra anija e cila lundron në det është dy katëshe. Edhe kështu që në katin e parë jenë përqëndru ata të cilët nuk janë në rrugt të Allahut. Ndërsa në katin e dytë janë përqëndru ata të cilët janë në rrugt të Allahut. Por ushqimet në zullimin e udhëtimit e kanë të gjithë, e kanë të përbashkët, e kanë nalt në katin e dytë. Edhe kështu që këta që janë në katin e parë, të cilët janë të shthurur, çdo herë detyrohen që ushqimin të hipin të marrën nalt, edhe ujin, shërbehen me ujin, se uji ka qenë nalt. Edhe çka ndodhen, thot, një ditë për dite, i shkon ndërmend dikujt, thot, domethënë gjesti negativ në shoqëri. Por janë në kushte të përbashkëta të jetës, në një anije, domethënë në kushte të përbashkëta të kësaj bote. I shkon ndërmend njënit edhe thot, merve, pse të lodhe me ne, hip, zdrip, edhe vetën tonë e shqetësojmë, edhe ata nalë që janë i shqetësojmë, ne ujin e kemi ma afër se sa që e kanë ata ujin, ta shkepim një dras prej anijes, do me thonë kjo është gjesti negativ në shoqëri. O kupton? Një person e bënat, ta shkepim një. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot atëherë, si thoni, nëse këta që janë nalt, i lanë, apo e lanë atë personin që të bëjnë një gjest të tillë, edhe nuk e korrigjojnë, a do t'i kap fundosja të gjithë, edhe ata që janë nalt, apo ato do të thonë, çka na intereson, ne në rregull se kina bo, ne atë gjestin e keq. Me siguri është se të gjithë do t'i kap. Edhe pse normal ajo dihet se pikës pari do t'a kap atë që e ka bo, më afër është ai. Dhe pastaj do t'i kap edhe të tjerë.